Disa dhjetra të rinj shqiptar pastruan për 2 ditë disa kilometra bregdet në zonën e njohur si Kepi i Rodonit ose Kepi i Skënderbeut në veri të Durrësit. Ata mblodhen tonelata nga ndotjet e këtij plazhi që vijnë nga lumenjtë e Lanës, Matit dhe Ishmit. Mjedisi shqiptar vazhdon të vuajë ndotje dhe probleme të shumta me gjithë përpjekjet për të zhvilluar sektorin turistik. Korrespondenti ynë Iliriana Golli përgatiti materialin në vazhdim nga Kepi i Rodonit. Grupe të rinj nga Tirana dhe Durrësi pastruan qindra tonelata mbeturina në plazhin e Kepit të Rodonit. Kjo ishte një përpjekje për të rehabilituar një nga pikat më piktoreske të Shqipërisë dhe për të ndërgjegjësuar me këtë veprim opinionin publik për gjendjen e rëndë të mjedisit të zonave turistike të Shqipërisë. Mjedisi është një nga çështjet që mendoj që na bashkon të gjithëve, pavarësisht moshës, ideve apo problemeve. Edhe duam që nëpërmjet këtij aksioni këtu të japim mesazh të fortë për të gjithë komunitetin. Organizata Tirana Express, klubi Rojet e Kepit dhe qendra Smart Tourist Albania ngritën një kamping në afërsitë të Kepit Rodonit dhe për 2 ditë me radhë mblodhen të gjitha mbeturinat jo vetëm në vijin e plazhit, por edhe në brendësi të detit me mjete të vogla lundruese. Kemi Kalanën e Skënderbeut, kemi manastirin e Mamicës, që domethënë janë pika kryesore turistike dhe mjaft të bukura për të vizituar. Edhe ja vlen që domethënë ky ambient jetë shumë i pastër dhe duhet të ketë shumë kushdo domethënë do të ishte mundur që pas vitit pastronte. Kjo është një nisëm që neve morëm gjithë domethënë. Kepi Rodonit është një zonë bregdetare pa ndërtime të çrregullta si ato që është mbushur gjithë vendi gjatë tranzicionit, por e veçanta e kësaj ndotje masive në këtë zonë është fakti që aty shkarkohet një sasi e madhe mbeturinash urbane që lundrojnë në lumin e Lanës, lumi i Tiranës, lumi i Ishëm dhe lumi i Mat. Këto tonelata me mbetje lundrojnë për kilometra të tëra përgjatë territorit shqiptar për të shkarkuar nga këta 4 lumenj pikërisht në brigjet e Kepit të Rodonit. Kjo është një projekt i qytetarëve ndërgjegjshëm dhe si çdo qytetar i ndërgjegjshëm që do ishte përgjigjur një thirrje e tillë për të mbajtur pastër një që është parajs, mund të shuaja unë, e Shqipërisë, e Tiranës, e Durrësit, e gjithëve. Dhe mendoj se kjo është një nisëm që duhet i përkasi të gjithë shqiptarëve. Edhe duhet jenë instancat përgjegjëse që duhet të japin një mbështetje akoma më të madhe. Aktualisht ky kep me vlera të rralla natyrore dhe historike është shndërruar në një kosh të madh mbeturinash. Të rinj bashkëpunuan në këtë lëvizje edhe me një firmë të riciklimit të mbetjeve urbane dhe çdo gjë që u grumbullua aty u nis me kamionat e firmës drejt për në fabrikë. Ata kanë krijuar edhe një grupim të tyre që e kanë quajtur klubi Rojet e Kepit. Duke qenë se plastika është kthyer një problem si konceptual dhe fizik me terrenin, ne duam të tregojmë që duke pastruar 2 kilometra plazh brenda një dite në një vend kaq të vogël mund të bëhet shumë. Gjithashtu duam të sensibilizojmë dhe të popullatën vetvete për se çdo më thon plastik dhe se si menaxhimi më i mirë i mbetjeve urbane apo lokale këtu me njerëzit të bëhet më i mirë dhe njerëzit jenë më të ndjeshëm. Të rinj thonë se ndërgjegjësimi i qytetarëve për të ruajtur të pastër Kepin e Rodonit është një punë e vështirë, sepse së pari nuk duhen hedhur mbeturina në lumenj nga mijëra banor të Tiranës, të Durrësit, të Matit, Milotit, Laçit dhe Fushkrujës dhe një duzinë fshatrash nga gjarpërojnë këta 4 lumenj. Qëllimi është të kontribuojmë të gjithë për një mjedis sa më të pastër në këtë vend që me sa duket njerëzit kanë ca kohë që nuk vinë. Për një vend sa më të mirë siç ne duam të gjithë, por në fakt shumica prej nesh vetëm thonë që duam një vend sa më të mirë, të gjithë duhet të ngrihemi dhe të bëjmë diçka. Kepi Rodonit njihet ndryshe si Kepi i Skënderbeut, aty gjendet edhe një kish ku thuhet se është martuar Skënderbeu, heroi kombëtar i Shqipërisë. Sipas mitologjisë ilire, Redoni ishte hyjnia e detit. Bukuritë natyrore dhe objektet e vjetra historike aty i nxitën të rinj shqiptar që të kryejnë të parin operacion pastrimi i cili do të pasohet me të tjerë dhe do të vazhdojnë sepse aty sapo është bërë një rrugë e re që së bashku me vizitorët e shumt do të shtojnë edhe mbetjet e tyre.